Një ditë shkurti, pa pritmas, diga e vogël prej dheut të ngjeshur, që mbante presionin e ujit në kanal, u thërmua dhe farishtja e duhanit nga çasti në çast do të përmbytej. Me synimin për të fuqizuar brezat e rinj për të eksploruar dhe përjetuar artin dhe historinë në mënyra inovative, Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë ka mbajtur aktivitetin Rinia, Arti dhe Kujtesa, Kultura Digjitale në veprim. Ishte dënuar politik si Lektasi, Gjetkadeli apo Vera Bekteshi takuan student në Tiranë për të rrëfyer Shqipërinë tjetër që është strukur pas dosjeve, dëshirës për të harruar e banalizimit të së keqes. Në kuadër të nismës dhe në përvjetorin e revoltës së Spaçit, një prej protagonistëve kujtoi si u bë flamuri kuq pa yll. Me i kërkua ati të burgosumit 1 metër 50 kuqe, por mos me i tregua as ati as tjetër kuj se përse e duhem bezën e kuqe në mënyrë që të bëjnë fakt të krym pa na kap policia. Duke synuar të nxisin dialog mes brezave përmes ndarjes së historive të të mbijetuarve të regjimit komunist, krijimit të artit digjital dhe angazhimit të komunitetit në aktivitete artistike. IDMC-ja me mbështetjen e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit kërkon të nxjisë frymëzimin e brezave të rinj nga historitë e qendresës ndaj regjimit komunist, duke sjellë këto rrëfime në forma bashkëkohore të artit digjital përmes inteligjencës artificiale dhe duke i ekspozuar për publikun e gjerë. Njeriu si të qëndrosh njeri, sfida e dëshmitarëve të kohës, se si ata qëndruan, pra dikush përmes leximit, përmes fëmijës, edhe tjetri, përmes familjes që tjera aty, përmes një babai që i ke jashtë, që pret atë ditën, shpresa që të qëndrosh gjallë, që të qëndrosh njeri. Kështu që këto ishin mesazhet, po themi, të dukshme. Nisma bashkon artin dhe teknologjinë, duke i kthyer syt nga e djeshmja që ndikon në të sotmen, nga të shkuarat individuale e kolektive. Në 2 ditë takime, të rinjtë u njohën me 4 profile të ish të dënuarve politik, historitë të cilëve përfaqësojnë breza e grupe shoqërore të shqiptarëve të djeshëm e atyre të sotëm që humbën një pjesë të jetës në thundra politike.